Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua piu esëll një lug uthull molle për 30 ditë. Ja çfarë ndodhi më vonë. Uthulla e mollës nuk përmban kimikate dhe krijohet në proceset farmaceutike të lëngut të mollës duke e përdorur atë në bakteriet të acidit acetik. Acidi acetik dhe malik do t'i japin uthullit së mollës një shije dhe erë karakteristike të tharë dhe intensive. Uthulla e mollës për trajtimin e problemeve filloi që të përdoren nga Hipokrati, babai i mjekësisë, që atëherë ky lëng me ngjyrë të artë është i njohur për efektet e tij të dobishme në shëndetin tonë. Sasia e rekomanduar ditore është e një lug çaji dhe duke qenë se ka një shije mjaft intensive që disa njerëz nuk e pëlqejnë, mund të përzjehet me ujë. Përveç kësaj ka receta të ndryshme për pije me uthull molle. Për sa i përket shëndetit, uthulla e mollës është e njohur gjërësisht për vetitë e saj kuruese. Të gjitha këto janë sëmundjet me të cilat mund të ndihmoni veten duke pirë një lug çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë çdo ditë. Sipas Brightside, konsumi i uthullës së mollës çdo ditë do t'i ofrojë këto përfitime trupit tuaj. Ndihmon në largimin e peshës së tepërt. Uthulla e mollës ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt. Këtë e vërteton një studim. Pjesëmarrësit që konsumonin uthull molle gjatë ditës konsumonin mesatarisht 275 kalori më pak se pjesëmarrësit e grupit të testit. Arsyeja për këtë është se uthulla e mollës rrit ndjenjen tonë të ngopjes, kështu që do të keni edhe nevojë për më pak ushqim gjatë ditës. Mban larg bakteriet dhe kërpullat. Uthulla e mollës është e njohur gjërësisht si një antimikotik dhe antibakterial. Kjo uthull përmban polifenole që supozohet se lidhin radikalet e lira dhe kanë efekte antiinflamatore. Uthulla e mollës është përdorur gjithmonë për të disinfektuar plagët dhe lëkurën. Uthulla e mollës ndihmon me tretjen. Uthulla e mollës stimulon tretjen dhe nëse keni stomak të ndjeshëm, një lugje dhe uthull molle në ditë mund të zgjidhë problemin tuaj. Acidi acetik stimulon prodhimin e përshtypjes, acidit të stomakut dhe gjithashtu lëngjeve tretëse, veçanërisht enzimave tretëse, tripsina dhe lipaza. Tretja do të jetë më efikase dhe në këtë mënyrë do të reduktohet problemi i urthit, kapslëku dhe fryrjet. Nivelet të paqëndrueshme të sheqerit në gjak. Nëse ju pëlqejnë ushqimet e pasur me karbohidrate dhe keni nivele të larta ose të paqëndrueshme të sheqerit në gjak, është më mirë të merrni uthull molle. Përkatësisht, uthulla e konsumuar në kombinim me karbohidrate do të rrisë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Me fjalë të tjera, do të thotë se insulina do të funksionojë në mënyrë intensive dhe qelizat do të jenë në gjendje që të përdorin më shumë sheqer dhe karbohidrate. Rezultati do të jetë që do të ndiheni më pak të lodhur dhe do të keni më shumë energji. Mban larg ftohjen dhe viruset e shpeshta. Përveç vitaminave dhe mineraleve që përmban, uthulla e mollës përmban edhe ekur, kalium, bakër, silit dhe pektin. Kjo është një arsye pse ky lëng acid është një përforcues i përsosur i imunitetit. Është më mirë të kombinohet një dietë e shëndetshme dhe konsumi i uthullës së mollës, në këtë mënyrë do t'i bëjë shumë më mirë shëndetit tuaj. Përdorimi i vazhdueshëm i tij brenda kritereve do të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh të tjera. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si një burim i rinisë të përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira për trupin dhe për organizmin. Por si mund të pini uthullën e mollës? Uthulla e mollës ka përmbajtje të larta të acidit, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë. Sugjerohet tretja 1 deri në 2 lugje dhe uthull molle në një filxhan me ujë. Por çfarë i ndodh organizmit nëse pini një lugë uthull molle të tretur në ujë çdo ditë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomak, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ duke zgjidhur çështje siç janë konstipacioni. Ajo është e mirë gjithashtu edhe për pH-in.
Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pahashit, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Ajo është e mirë gjithashtu kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Uthulla e mollës, sipas studimeve, ka treguar se konsumi i saj ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta, kësaj trupi arrin të rregullojë nivelin e sheqerit në trup. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, efekt që zgjat deri të nesërmen. Do të keni më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjedhe uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Ndihmon për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe gjithashtu ndihmon për të rënë nga pesha. Vetitë e mira të uthullës së mollës i dim shumë mirë, por ka edhe nga ato që nuk janë aq të njohura. Dëgjoni 10 veti të uthullës së mollës të renditura sipas Brightside nëse e konsumoni atë vazhdimisht. Uthulla e mollës ka efekte bakteriale. Thjesht pini një lugë çaji uthull molle një orë përpara se të shkoni në shtrat dhe më pas një lugë tjetër gjysmore para gjumit. Konsumojeni lëngun e fundit pak përpara se të shkoni në shtrat që të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e fytit. Do të shpëtoni nga fryma e keqe e mëngjesit. Uthulla e mollës do të vrasë bakteriet që shkaktojnë erën e keqe të gojës. Ajo rivendos acidin në stomak duke u përzierë një lugë gjedhe uthull molle në ujë dhe duke pirë këtë tretësirë një orë para gjumit. Parandalon dispepsin. Përzierni një lugë çaji uthull molle me pak mjaltë dhe ujë dhe konsumoni gjysmore përpara se të shkoni në shtrat. Sheqeri i lartë në gjak është shkaku më i zakonshëm i pagjumësisë. Uthulla e mollës rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ul nivelin e sheqerit në gjak. Përpara se të shkoni në shtrat, konsultoni me mjekun tuaj nëse e lejohet që ta përdorni. Shpëtoni nga dhimbjet e barkut. Hidhni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe do të shpëtoni kështu nga dhimbjet e barkut. Lemza mund të largohet dhe shija e hidhur e uthullës së mollës mund të jetë një zgjidhje për këtë. Mjafton të pini një lugë çaji uthull molle organike kur të filloni edhe me problemin e lemzës. Shpëtoni nga alergjitë. Nëse dëshironi të zgjidhni problemin me alergjinë, përzierni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe konsumoni këtë përzierje pak përpara se të shkoni në shtrat. Ndihmon me urinë. Nëse ndjeni të uritur përpara se të flini, thjesht konsumoni një lugë çaji uthull molle në vend të ushqimeve me shumë kalori. Digjni gjithçka që keni ngrënë gjatë ditës duke pirë uthull molle të tretur në ujë. Kështu përfitimet e saj do të jenë mahnitse për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve tuaja të rënies së flokut. Nëse keni probleme me rënien e flokut, uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë. Është shumë ushqyes dhe rregullon pahashin e lëkurës së kokës, gjithashtu forcon flokët dhe largon qelizat e vdekura që mund të parandalojnë edhe problemet e tyre. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër astmës. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, është e rëndësishme të përdorni medikamente që përcakton mjeku, por për problemet e lehta mund të përdorni edhe uthullën e mollës. Një zgjidhje ideale kundër kollës. Kolla e thatë është shumë irrituese, nëse jeni duke kërkuar për një trajtim natyral, uthulla e mollës është një zgjidhje e duhur. Ajo është një zgjidhje gjithashtu kundër diarres. Uthulla e mollës konsiderohet një ilaç i shkëlqyer për diarren. Vepron si një antiseptik, vret bakteriet që shkaktojnë diarre. Rekomandohet një lugë e madhe uthull molle e përzierë në 25 ml ujë dhe të pihet 3 herë në ditë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.